Neve pikëpore kemi shumë të rëndësishme që të kemi një evidencë të saktë empirike sa i përket numrit të dhunës prezente në shkollat tona. Dhe atë jo vetëm të raportuar nga shkollat, institucionet arsimore, po edhe në raportet nga policia, po ashtu. Unë rikujtoj që dhuna në shkolla ka trajta të ndryshme. Dhe jo gjithherë është e kategorizuar si thumë fizike, mirë po ajo që ka neve në nevojitet është që në çfarë do trajte që tjetë prezente dhuna, ta kemi të dokumentuar dhe kjo evidencë e dokumentuar pastaj të na shërbej edhe për intervenime të domosdoshme edhe nga institucionet tona në mënyrë që të arrisim sigurinë dhe mirëqenien në institucionet arsimore. Përgjithsisht në një pjesë të shkollave jo të gjitha rastet e dhunës, në çfarë do trajte qofshin ato, merren me seriozitetin e duhur. Shumë prej tyre na shkalohen, shumë prej tyre në tërësi heshten dhe plot tjera nuk raportohen hiç fare ose zgjidhen brenda komunitetit. Unë rikujtoj që ka plot udhëzues kundër dhunës në shkolla, mirë po sa të njëjtat gjejnë zbatim nga udhëhecit arsimor, nga komuniteti i mësimdhënësve për me garantu qatë sigurinë institucioneve arsimore. Kjo është ajo pikpyetje e madhe. Po është një debat që meriton me të vërtetë një vëmendje më të madhe, po edhe një reagim shumë më të qëndrueshëm institucional. Qoftë për krahje për shkollat, qoftë për krahje në rritje të sigurisë brenda institucionit të shkollës, qoftë për krahje në rritje të vetëdijësimit për forma të trajta të ndryshme të dhunës dhe për krahjen si mbrojtje për nxënës dhe për krahjen në si parandalim për nxënës nga mësimdhënësit. E para na duhet mos siguru që këto raportime të dhunës të jenë statistikisht të sakta, pra që shkollat ta krijojnë atë vetdijen që çfarëdo forme e dhunës të raportohet. Dhe në bazë këtyre dhënave edhe të ndërtojmë një intervenim më strategjik karshi ato shkolla që kanë një prevalencë më të rritur të dhunës. Unë rikujtoj që tash dhunën e kemi prezente në shkollat mesme të larta në supozimin tonë, se sa në shkolla fillore vetëm. Mirë po, kjo pastaj është të shpërndar nga zona në zonë, po për me pas një pasqyrë të vërtetë na nevojitet që kjo të na dëshmohet me një evidencë empirike në mënyrë që edhe intervenimi jo vetëm i ministrisë, po edhe institucioneve tjera përgjithshme të jetë shumë i targetuar. Pra na nevojitet një komunitet i shkollës që është i sinqert në raportim, në mënyrë që ai sinqeritet i tyre në prezantim situatës dhe dhunës të na vije edhe me mbrojtje më të rritur dhe siguri më të rritur për nxënësit. Sa i përket dhunës së raportuar në shkolla, unë mendoj se është një fenomen shumë shqetësues, i cili padyshim i lë pasojat e veta afatgjata edhe në zhvillimin individual, por edhe në atë intelektual të fëmijëve, për shkak se kështu fëmijët faktikisht demotivohen dhe pësojnë edhe trauma psikologjike që me të vërtet janë shumë të dëmshme. Natyrisht përshëndetin e tyre edhe mendor. Mendoj se ky fenomen ka qenë i shprehur edhe në të kaluarën, mirë po është duke u rritur që është shumë shqetësuese dhe kjo vjen edhe si pasojë gjendjes së rënduar të popullsisë në vendin tonë. Padyshim mund themi në një masë të saktuar edhe shprehjes së depresionit tek popullsia për shkak të kushteve të vështira ekonomike, pasigurisë dhe mungesës së perspektivës që po e shohim edhe për çdo ditë që shumë njerëz janë edhe duke u larguar. Kjo tash përbën faktikisht një dimension tjetër të trajtimit të këtij fenomeni, në kuptimin që raportimet nuk janë gjithmonë të sakta ose janë të pjesshme ose mbulohen për arsye të caktuara. Mirë po, unë mendoj se stafi i shkollës, menaxhmenti duhet të ndërmarrë masa që ky fenomen faktikisht të zbutet dhe të luftohet, që
të shkohet në drejtim të evitimit të këtyre konflikteve dhe dhunat në asnjë mënyrë të mos jetë mjet i zgjidhjes së zënkave ose mosmarrëveshjeve të ndryshme. Shqetësuese mbetet diskrepanca që është në mes të raportimeve nga shkolla dhe raportimeve që janë pra në kuadër të statistikave të policisë. Unë mendoj se masat faktikisht duhet të mbështeten në ligjin për përdorim të dhunës, edhe pse kemi të bëjmë në shumicën e rasteve për nxënës që janë pa mbushur moshën 18 vjeçare, por duhet masa më të rrepta dhe të kenë edhe masa disciplinore në kuadër vetë shkollës, por në raste të rënda kur kemi përdorime të anëve të ftofta apo edhe mjeteve tjera ku dëmtimet janë të mëdha, natyrisht duhet shtrënguar zbatimin e ligjit dhe duhet të bëjmë më shumë në evitimin e këtyre problemeve. Unë mendoj se vëdësimi i nxënësve është njëra prej formave më të mira, duhet të mundohemi të bëjmë nxënësve shkollën të këndshme dhe të dashur, e jo të lejojmë shfaqjen e dhunës kur në fund të fundit viktimat përpos që pësojnë trauma edhe fizike ato dhe psiqike, kuptohet, në një formë demotivohen për të vazhduar shkollimin apo e ndijnë veten të bulizuar.